për të konfiskuar dokumenta krimi. Duket se më vonë është ndërhyrë dhe kur kanë shkuar herën tjetër, Edi Rama ka kërkuar çarmatosin e tyre. Sa i vuan nga fobira. Ai ka menduar se për shkak të atyre që ka kryer dhe mund të arrestonin, mund të sonin urdhër arresti apo një gjë të tillë dhe i ka detyruar të lanë, siç thot ai, patllaket me përçmim, t'i lanë tek oficeri i rojës, çka nuk ka ndodhur ndonjëherë. Po këto janë fobitë e Edi Ramës, sepse Edi Rama, në qoftë se Lubi Balluku është bërë qartë në tunelin e Llogaras se si ka vepruar me Ergys drejtorin e përgjithshëm të rrugëve për tendrin e tunelit Llogaras, Edi Rama është shumë më i lidhur në këtë aferë se sa Lubi Balluku. Edi Rama ka marrë Lubi Ballukun e ka çuar në Ankara. Në Ankara është Edi Rama që ka organizuar takimin me kompanitë të cilave ja u dha tendrin me Lubia me 50 milion euro në shumë. Kështu që Edi Rama në fakt, në të vërtet, përbron vetëm veten e tij. Por Edi Rama ka afera të tmerrshme të tjera. Nuk është kopshti, ai që Arben Ahmeta e ka quajtur kopshti privat i Edi Ramës apo Akshi. Ai është një nga epiqendrat më mafioze të korrupsionit, ku me regjistrime ku nati Edi Ramës ka fituar qindra milion, ku Geron Meçe është me regjistrim ku thuhet se bashortja e Edi Ramës është implikuar në diktimin e fituesve të tendrave, ku janë grabit 2 biznismen. Njëri prej tyre është në Gjermani, ku ish drejtori i përgjithshëm, zëvendës drejtori i përgjithshëm, u mor peng dhe u mbajt orë të tëra në Elbasan sepse duket kishte fol në skap, ku kërkuat të zhdukej dosja, e ku Geron Meçe, ku përflitej edhe vetë Linda Rama. Tani imagjinoti po të shkojnë këta në Surren edhe t'i kërkojnë dokumentat. Pra, halli i Edi Ramës është shumë i madh. Shumë i madh. Ndaj dhe ai doli tani me të gjithë potencialet e tij, terrorin, frikën, parat, dhe mori licencë për të vazhduar vjedhjen me gjykatë.